Surja Et Tahrim, Medinase, 12 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. O profet, përse po ja ndalon vetes atë që ta ka lejuar Allahu, duke kërkuar të bësh qefin grave të tua? Allahu është falës dhe mëshirë plot. Allahu ka përcaktuar një mënyrë për të liruar nga betimet tuaja. Allahu është mbrojtësi juaj. Ai është i gjithdijshmi, i urti. Kur i dërguari i tregoi një sekret njërës prej grave të tij, ajo e hapi këtë fjalë. Allahu i zbuloi këtë të dërguarit, i cili një pjesë të këtij zbulimi i tha gruas që ja përhapi sekretin, kurse pjesën tjetër jo. Kur i dërguari ja tregoi asaj të fshehtën, ajo e pyeti: "E kush ta ka treguar ty?" Ai tha: "Ma tregoi i gjithdijshmi, i mirë informuari." Nëse ju të dyja ktheheni të penduara tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tuaja patën devijuar, Allahu do t'ju falë. Nëse ju të dyja bashkoheni kundër tij, dijeni se Allahu është mbrojtësi i tij, Xhebraili dhe besimtarët e mirë. Veç kësaj, edhe engjëjt e mbështesin atë. Në qoftë se ai ju ndan, Zoti i tij mund t'ju zëvendësoj me gra më të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura, të kthyera tek Allahu me pendim, adhuruese të Allahut, agjëruese, të martuara më parë ose të virgjëra. O ju që besoni, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë e mbikëqyrin engjëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kurrë nuk i kundërshtojnë urdhërat e Allahut, por i zbatojnë menjëherë ato. O ju që nuk keni besuar, mos u shfaqsoni sot në ditën e gjykimit, sepse me të vërtet dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert, që Zoti juaj t'ju ashlyej gabimet e t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj, ditën kur Allahu nuk do ta turpëroj profetin dhe ata që besuan bashk me atë. Drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në të djathtë të tyre. Ata do të thonë: O Zoti ynë, përsose dritën tonë dhe falna ne. Vërtet, ti je i fuqishëm për çdo gjë. O profet, luftoj të pafet dhe hipokritët dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi. E sa i shëmtuar është ai vendbanim. Allahu ka dhënë si shembull për ata që nuk besojnë, gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato ishin të martuara me 2 nga robët tanë të ndershëm dhe i tradhtuan ata. Prandaj, ata nuk mund t'i mbrojnë as pak nga Allahu ditën e gjykimit. E atyre të dyjave do t'u thuhet: hyni në zjarr me ata që po hyjnë. Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e faraonit, kur ajo tha: O Zoti im, ndërtom një banesë tek ti në xhenet. Më shpëton nga faraoni dhe veprat e tij, dhe më shpëton nga populli keqbërës. Edhe Merjemen, të bijen e Imranit, e cila ruajti virgjërinë e saj, ne frym brenda saj nga shpirti ynë, shpirtin e Isait a.s. Ajo besoi fjalëve të Zotit të saj dhe librave të tij, e ishte nga të devotshmit.